Dita ndërkombëtare e muzeut është një festë globale që thekson rolin jetik që luajnë muzet në shkëmbimin kulturor, edukimin dhe zhvillimin e komunitetit. Organizuar çdo vit nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve, dita inkurajon muzet në mbar botën të angazhohen me komunitetet e tyre përmes ngjarjeve dhe aktiviteteve. Dita ndërkombëtare e muzeut u krijuar në vitin 1977 për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e muzeve në shoqëri, ndërsa për vitin 2025 tema është e ardhmja e muzeve në komunitetet që ndryshojnë me shpejtësi, duke u fokusuar në mënyrën se si muzet mund të përshtaten dhe të lulëzojnë mes ndryshimeve sociale, teknologjike dhe mjedisore. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, drejtori i Muzeve të Bashkisë së Vlorës, Skënder Spajiu, flet për rëndësinë e kësaj dite. Që nga viti 1977, UNESCO ka miratuar si ditë ndërkombëtare të muzeumeve dhe Muzeet e Shqipërisë dhe Muzeet e Vlorës janë pjesë të këtij rrjeti ndërkombëtar të muzeologjisë. Janë disa statistika që mbahen nga UNESCO për vizitorët e muzeumeve të ndryshëm në vende të ndryshme të botës dhe në vitin 2020-2024 Muzeet e Shqipërisë dhe Muzeet e Vlorës janë muzeet ndër më të vizituarit për arsye të rritjes së turistëve dhe vizitorëve të ndryshëm që frekuentojnë Shqipërinë për pushime ditore, pushime afatgjata, por dhe ata njerëz që eksplorojnë natyrën dhe ato monumente të natyrës që gjenden në treva shqiptare. Këto pjesë e këtij rrjeti arkeologjik kanë 3 muzeet e qytetit të Vlorës dhe Muzeu i Katërt, i cili është në fillestat e tij për të ribër, Muzeu i Hebrejve, Muzeu Kombëtar i Hebrejve, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, Muzeu Arkeologjik dhe Historik i Vlorës, si dhe Muzeu Etnografik. Në të tre këta muze përfshihen elemente të rëndësishëm të historisë, përfshihen elemente të traditës, të arkeologjisë, të këtyre gjurmëve të pakontestueshme të jetës dhe të etnogjenezës së shqiptarëve, të ilirëve në territorin e Shqipërisë së sotme. Vetëm të dielën 2 muzeet e Bashkisë së Vlorës u vizituan nga 130 vizitorë, të cilët ishin në Muzeun Historik dhe Etnografik, mes tyre student të historisë dhe gjeografisë në Universitetin e Tiranës. Patëm disa grupe studentësh në Universitetit të Tiranës, të degës së historisë dhe gjeografisë, patëm vizitorë të ndryshëm që ishin në këto ditë në qytetin e Vlorës. Mund të themi dita e ditshme ka kaluar rreth 120-130 vizitorë në të dy muzeet, Muzeun Historik ku ne jemi dhe në Muzeun Etnografik të qytetit të Vlorës, duke dhe përshtypjet e tyre, sidomos studentët e degës së historisë dhe gjeografisë të Universitetit të Tiranës, për mënyrën, për atë trajtim që ne ju bëjmë këtyre objekteve dhe për ruajtjen e këtyre vlerave dhe njohjen që ata patën, sidomos me arkeologjinë dhe etnokulturën shqiptare dhe vlonjate. Spajiu thotë se në ditën ndërkombëtare të muzeve u ekspozuan edhe disa elementë të rëndësishëm dhe të rrallë në Muzeet e Vlorës. Neve ekspozuam për herë të parë disa objekte me metal të çmuar, të cilat ruhen në fondin e muzeumeve të qytetit të Vlorës. Ekspozuam disa bijuteri të inventarit të varrit të Marigo Posios gjatë zvarrosjes së saj. Këto elemente janë ekspozuar në disa stenda të Muzeut Historik të qytetit të Vlorës dhe ishte pjesë e këtyre njerëzve për të demonstruar këto vlera që ne ruajmë në fondet arkivore të 2 muzeumeve të Bashkisë Vlorë.